Rreth 24 ton mis së ri importuar nga Greqia është bllokuar në pikën kufitare të qafbotës në Sarandë pas kontrolleve të kryera nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit. Sipas njoftimit zyrtar, AKU-ja ka ndaluar 5 ngarkesa misri blektoral të destinuar për ushqim kafshësh, pasi analizat kanë treguar praninë e një niveli të lartë të aflatoksinës B1, një substancë e rrezikshme për shëndetin e kafshëve dhe në mënyrë indirekte edhe për konsumatorët. Menjëherë pas konstatimit, AKU-ja ka ndërmarrë masat përkatëse duke bllokuar të gjithë sasinë e dyshuar dhe duke nisur procedurat për azgjësimin e saj. Gjithashtu, institucioni ka njoftuar rrjete ndërkombëtare të sigurisë ushqimore, përkatësisht Infosan dhe RASF, me qëllim koordinimi dhe komunikimin me autoritetet përkatëse greke. Ndërkohë bëhet e ditur se është bllokuar edhe subjekti importues i cili nuk do të lejohet të vijojë aktivitetin për këtë ngarkesë deri në përfundim të plotë të procesit të verifikimit dhe azgjësimit të misrit të kontaminuar. Ky rast rikthen në vëmendje rëndësinë e kontrolleve të rrepta në pikat kufitare për garantimin e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjen e shëndetit publik.